ndalimin e avionit të Netanyahu, dhe kjo ka ndodhur 2 herë. Jo, e pengonte edhe për Putinin, po ofruan Romën për negociata për Ukrainën. Negociata po, pa Putinin në Romë. Nga qeveria Meloni unë shoh elasticitet. Avioni Netanyahu, kur shkon në Amerikë në 2 herët që e përmendi Sokoli me drejt, ka bërë një rrugë shumë më të gjatë, sepse ka shmangur gjithë vendet e Mesdheut Jugor, ku futet e Spanja sidomos. Ku futet e Shqipëria. I është shmangur dhe hapësirës ajrore Shqipërisë, po duhet ta nxjerrë në flight radar. Dhe ne kemi nënshkruar marrëveshjen. Kemi në 2003. Edhe avioni eviton hapësirën ajrore. Mendojmë ne që kryeministri i atij vendi që evitohet mund të shkojë në Tel Aviv tani? Jo, unë nëse do të pyesësh mua për zgjedhjen që ka bërë Rama, që u paraqit aty dhe solli një model historik shqiptar, duke filluar nga vetja e parë, solli familjen e tij, nëse duam të jemi sinqertë dhe familjen time, për shembull, unë jam për traditë muslimane, gruan e kam katolike, unë jam i modelit agnostik, domethënë bashkëjetesa shqiptare është një model shumë pozitiv për rastin, për konfliktin Palestinë-Izrael. Sepse për gjithë ata që se dinë Izraeli ka një fe krejt ndryshe, baza është kristiane, po nuk besojnë që Krishti ka zbritur në tokë dhe presin Krishtin. Madje nuk i trajtojnë fort mirë kristianët. Mos futemi te ajo temë, sepse pastaj nga tradita, modeli tolerancës është nga tradita sociale dhe kulturore janë shumë të afërt me Islamin, me thënë vërtetën, ë? Pra, po feja është. Pra, domethënë, kur vjen puna, domethënë, aty ka një miks interesant. Megjithatë, ambasador, zgjedhja mbetet e vështirë. Sigurisht Rama është origjinal në mënyrën si e bëri, po edhe unë kam atë skepticizmin që e thash në editorial që bashkohem me Redin. Redi është ka bindje, unë kam skepticizëm që kur ne jemi drejt rrugës së integrimit, na ndihmon kjo gjëja, po fus këtu edhe bordin e paqes. Mendoj që kryeministri e ka dëshmuar dhe në të kaluarën që ditë bëj ca lëvizje të guximshme, që në momentin e parë ne i shohim që mund ta rrezikojnë, por në bilancin e tij shpeshherë e kanë promovuar si nëse mund ta them kështu, si një aventurier në politikën e jashtme, por jo gjithmonë e ka patur problem këtë gjë. I ka sjell në shumicën e rasteve i ka sjell dobi. Pra ka patur guximin, ka thyer barriera edhe në veshje, edhe në sjellje, edhe në qëndrime. Lidhur me vizitën në Izrael, duhet parë në kontekstin e një përvjetori ose një përkujtese që u organizua atje, fjalimin e parlamentin izraelit. Mendoj që të gjitha gjërat që bëhen në emër të shtetit shqiptar, në fund fare janë një kontribut në marrëdhëniet mes 2 vendeve. Pastaj konteksti personal dhe problematika e çdo politikani është çështje që duhet marrë në konsiderat. 2 kryeministrat edhe i Shqipërisë edhe po sidomos i Izraelit, meqense po përmendet, përveç akuzave për krimet, ka dhe akuza për korrupsion. Pra, presidenti Trump i ka kërkuar disa herë presidentit... Me i dalim, Netanyahu është i dënuar. I ka kërkuar që ta amnistoj. Dhe i ka kërkuar për presidentit Herzog që ta amnistoj, presidentit Izraelit. Nuk është se... Ndryshim është kolosale, është disë akuzës dhe... është ndryshim... Po, prezumimi pafajësisë i rëndësishëm. Po, s'ka akuzë konkrete, ka perceptim publik, po. Themi që kryeministri i Shqipërisë takon një kryeministër me disa probleme, por në fund të fundit ai ekzekuton një agent të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ka të drejtën e vet që ta përfaqësojë Shqipërinë në mënyrën e tij, por te kalimi dhe për mendimin tim banalizimi i qasjes, pra duke përfshirë familjen, duke u përpjekur njëherë me Vatikanin, duke u përpjekur që Papa ta bekoj, pastaj me Turqinë duke thënë që unë jam një musliman dhe duke cituar Kur'anin, pastaj kalimi atje të kujton disa personazhe që gjithmonë janë përpjekur që të përfitojnë në moment. Dhe zoti Rama po përpiqet të fitojë sa të mundet në moment, duke krijuar mundësi për veten që të bëjë atë udhëtimin e famshëm që do ta bëjë në Shtetet e Bashkuara, nëse do ta bëjë nuk e di, për të patur një mikpritje nga presidenti Trump. Po të besosh sa ndërkohë duhet ishte arrestuar që me datën 20 janar, po të flasim me gjërat konkrete, besoj që do shkojë. Dhe problemi këtu është se ne një pjesë e ka sulmuar në mënyrë ekstreme
duke krijuar përshtypjen që nga momenti në moment do të ndodh një arrestim kështu nga ajri për kryeministrin. Kush e ka besu këtë përshtypje? Dhe jo, ka një narrativ publik tani, nuk e mohojmë. Dhe në anën tjetër kemi po ashtu një tejkalim në konspiracion që Rama është pjesëmarrës i disa rrjeteve që i sigurojnë mbijetesën e kështu me radhë. Unë mendoj që Rama bën një real politik. Është pragmatist, është i fuqishëm. Par excellence. Me riskja, nuk mund të injorohen riskjet në performancën e Ramës. Pavarësisht, nuk është ere parë që ndërmerr riskun, problemi është se sa fiton. Unë mendoj që në bilancin që ai bën, ai e llogarit vetë se fiton më shumë se sa riskon. Dhe ai e di që me Bashkimin Evropian mbyllja e kapitujve do të marrë disa kohë. Ashtu si e di që problematikat që janë shpallur publikisht ose janë trajtuar politikisht në raporte me Shtetet e Bashkuara, i duken më emergjente për t'i përmbyllur. Kështu që ai midis kësaj dhe kësaj zgjedh atë që mund të marrë më shpejt dhe më mirë, ndërkohë që mbyllja e kapitujve mund të presi pak. Dhe vetë Bashkimi Evropian ka marrë disa shuplaka dhe është i hutuar dhe nuk e di tani se si do të veprojë. Prandaj Rama ka thënë, në këtë moment po përfitoj këtë gjë. Shmangu Davosin, nuk shkoj në Davos, priti familjen Trump, dhe dha mesazhin e qartë që unë nuk jam thjesht i protokollar, por kam edhe një protokoll familjar. Pra unë jam më afër familjes Trump. Ambasador, vetëm do më lejosh diçka në emër të faktit që Skënderi e di dhe Arturi, unë jam kundër këtyre clickbaitsave, unë jam çik për gazetarinë tradicionale. Kjo ideja pse Rama nuk ikën Davos ka i shpjegim shumë thjesht për te gallatës që Rama bëri me në parlament dhe ta isha këtu se ne idha me Ivankën, se i mora leje babës vetë etj. Gjë shumë e thjeshtë. Ku është dallimi midis Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë? Në Republikën e Kosovës, ekskluzivitetin e linjës politike ndërkombëtare e ka presidenti i Republikës. Dhe zonja Osmani kishte atun edhe kushtetuese që të shkonte atje edhe të firmosë, qoftë në parim një marrëveshje. Në Republikën e Shqipërisë, ju e dini shumë mirë nuk është kështu. Në Republikën e Shqipërisë, mazhoranca mund të propozojë marrëveshje ndërshtetrore, ato duhet i shkojnë për leje kryetarit të shtetit, dhe pasi merr leje nga kryetari i shtetit, ato duhet shkojnë në parlament. Dhe Rama nuk mund të shkonte në Davos, të firmoste diçka sepse në moment do të ishte në faull ligjor të kushtetues. Pastaj ai e fsheu me humor etj. Po shpjegimi ligjor i vërtet dhe real është ky që po ju them unë. Rama nuk mund të shkonte të firmoste në Davos një gjë sepse do të shkelte kushtetutën. Kurse Rama nëse do të shkojë në Shtëpinë e Bardhë, kur do shkojë në shkurt, kur e ka, do shkojë me një marrëveshje shtetërore të propozuar nga mazhoranca e qeveria e tij, të votuar unanimisht me ca përjashtime nga parlamenti i Shqipërisë dhe me lejen e kryetarit të shtetit. Ka një gjë se Kosova ende nuk i kishte të konstituar parlamentin e ri dhe kryeministri është një kryeminist thjesht në detyrë. S'ka lidhje, po është detyrë, po është deri në moment fundi. Kështu që nga gjithë këndvështrimet presidentes i takonte të shkonte. Ishte takonte të shkonte, po ishte në rregull. Zonja Osmani ishte në rregull. Në çdo rast Kosova është shumë mirë që ishte aty dhe nuk kishte ndonjë problem. Lidhur me Shqipërinë, natyrisht u ngutën të gjitha palët këtu, sepse edhe opozita vrapoi për ta votuar, ndërkohë që ajo mund të kishte nevojë edhe për të diskutuar për mbajtjen e saj, nuk është se pati ndonjë transparencë. Jo, morën vetëm të heqin emrin e Ramës nga presidenti e duket jure të mbajtet i qendrim tjetër për marrëveshjen, po. Unë isha e vetmi që abstenova, gjithë deputetët e tjerë votuan pro. Gjithë votuan pro. Ne kemi shprehur që jemi pro, po presidenti e ktheu përgjigjen pa i mbritur akoma, e autorizoi kryeministrin që ta firmosë. Pra, edhe në këto kushte ishim gati për ta firmosur. Tani, se çfarë ka dashur të përfitojë zoti Rama do ta shohim në vijim. Po na çfarë përfiton Shqipëria? Përfiton apo jo? Ky është debati. Çfarë përfiton Rama është llogaria e tij shumë e vogël personale. Që na intereson më pak se ç'na intereson vëmë. Atëherë nëse është për Shqipërinë nuk edhe aq e ndarë me thikë, çfarë përfiton kryeministri, përfiton dhe vendi. Jo, dakord, po ne na intereson në këtë rast, na intereson çfarë përfiton Shqipëria apo çfarë dëmtimi me Shqipëria. Marrëdhënies me Izraelin do t'i ketë efektet e veta. Sa do të reflektoj kjo me partnerët e tjerë të A do ketë ndikim? Tu ta shikojmë. Skënder? Ka qenë një vizitë për mendimin tim në një tokë minuar nga ana diplomatike, shumë delikate, në një kontekst shumë të maisur dhe shumë armiqësor, do të thoja unë, ndaj atij që është sot shteti i Izraelit dhe pozita e tij ndërkombëtare, aq sa në rezolutat e fundit në OKB, nëse shikoje raportin e votimit, dhe këtu sërish futet linja politike e Ramës dhe kësaj maxhorancë që ka shkelur paksa mbi ato që janë kërësitë tradicionale të sjelljes. Rezolutat dalin mbi 80% kundër Izraelit dhe Shtetet Bashkuara në OKB dhe një
është një kolon e vogël shtetesh që abstenon dhe këtu futet edhe Shqipëria. Ka një grup tjetër që voton kundër, po ne jemi të abstenimin. Ne jemi ka abstenimin, ndërkohë që ne kemi qenë për 35 vitesh të alineuar me qëndrimin evropian, dhe ndërkohë i gjithë qëndrimi evropian është kjo masa e madhe e shteteve, ndërkohë që ne jemi kjo lista, short lista e abstenuesve. Po si jemi ke short lista amerikane, pra? Po pra, nese, nuk jemi as këthej, as andej. Jemi fix si tek bordi paqes, kur Rama e firmosi e dha aprovimin për të hyrë në bordin e paqes, por nuk vajti fizikisht. Një sjellje me dy... Nuk e di s'pas këndi gjufarë që ta shpjegime. Shpjegimi ligjor është kjo të tash unë. Rama nuk mund shkone në Davos të firmose se do ishte në shkelje kushtetuse dhe ligjore. Okej? Po dhe respekt realitetit, se unë sa ta tash, unë nuk të fola, unë tash si është shpjegimi ligjor. Pastaj nëse do të bëjmë shpjegim e opinione personale, i bëjmë pastaj. Ka mundësi se a është zgjedh dyherë president në Amerikë me të vërtet alternative. Që duhet mu me ato unë po flasë për Shqipërinë? Unë kam një bindje që është dhe kjo që unë them. Ka mundësi ta shpreh opinionin tim. Po do ishte shkelje kushtetuse më në rregull, dakord. Gjithë ata president që kanë vajt aty të jesh i bindur që një detyrim formal me parlamentet dhe qeveritë e vendet tyre e kanë pas. Dhe megjithatë ishte mbush rreshti aty dhe ishin të gjithë. Unë jam i bindur me aq sa unë di që Rama ka bërë një lëvizje, siç e ka bërë edhe kësaj radhe, duke notuar, Rama këtu është në Knesset, por Rama është dhe mik i Erdoganit, mes Turqisë dhe Izraelit, mes Izraelit dhe Evropës, pra Rama kërcen dhe u tha këtu me drejt, një balet diplomatik i cili është gjithmonë në zgrip, sepse ja jep avantazh qenia kryeministër i një vendi të vogël i cili nuk turbullon shumë ujëra kur lëviz, pra e ka luksin të ketë një liri më të madhe, se po ta bënte Spanja, Italia, Franca do kishte tjetër impakt. Dhe së dyti, Rama e ka marrë si një politikan i vjetër tashmë edhe në arenën ndërkombëtare, ku për mendimin tim ka pas edhe suksesin personal më të madh në këto 13 vite, nëse do t'ja donim t'ja përmbledhim në një term të vetëm. Rama ka marrë lirin, atë karta bjankën e vogël, të një lideri politik i cili bën zgjedhje të forta, thot ato që tjerët nuk i thonë,